Të gjithë e dim shumë mirë situatën aktuale të Dibrës. Dim dhe se çfarë i duhet Dibrës për të qenë një qytet ashtu si e ka emrin. Puna e bërë deri tani duhet të vazhdoj me ritëm edhe më të lartë. Të gjithë e duam Dibrën të jetë një qytet që ofron kushte dinjitoze jetese dhe të ardhme më të sigurt. Unë dalë para jush sot me plane dhe projekte konkrete. Duke qenë Dibran dhe jo i politikës, e di shumë mirë se çfarë ka nevojë Dibra. Me mbështetjen e BDI-së, në 4 vitet e ardhshme kam planifikuar mjaft projekte. Prioritet kryesor është Dibra me infrastrukturë efikase rrugore, rindërtim të qendrës së qytetit, ujë pa ndërprerje e ambient të pastër jetësor. Ndërtesa e gjimnazit duhet rindërtuar me standarde të reja dhe jeta e të rinjve do të marrë përparësi. Do t'i hapim rrugë investitorëve dhe bashkëdhetarëve tanë nga SBA-ja e Europa. Me përkrahjen tuaj bashkë do të ndërtojmë Dibër më të bukur dhe jetë më të mirë për ne dhe fëmijët tanë. Bashkohuni me ne. Jepeni votën tuaj për të ardhmen e Dibrës.